Jemi rikthyer kështu është koha të flasim në pjesën e parë në një bisedë cilën e paralajmëroi edhe Dorontina tashmë kur kanë kaluar 39 seanca përpjekje për të konstituar kuvendi, ende nuk ka asgjë konkrete, nuk dihet nëse një zgjidhje është afër, mirë po për të diskutuar këto është një zgjidhje në planin afatshkurtër të nismës, a do të ketë një koalicion ose diçka të ngjashme me lëvizjen vetëvendosje. Gjitha këto i diskutojmë sot së bashku me deputetën e këtij subjekti politik, Xhevaire Izmaku. Zonja Izmaku, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Po nisim ndoshta direkt me atë se afati kohor i dhënë nga kushtetuesja, vetëm se ka filluar ditët po shkojnë, ende nuk kemi një përgjigje, diçka konkrete sa i përket këtij ngërçi politik në cilën gjendemi. Si e vlerësoni, si komentoni gjitha këto që po ndodhin? Sigurisht që është shumë e kuptueshme, domethënë shqetësimi që e kanë qytetarët e vendit, sepse qytetarët e kanë dhënë besimin, e kanë përfunduar një proces në mënyrë shumë paqësor, demokratik, për çka jena vlerësuar edhe prej krejt vendeve të rajonit, edhe për çka dihet që Kosova e ka një lloj note shumë të lartë, domethënë në çdo drejtim. Mi po fatkeqësisht këtë radhë, kjo nuk u pa nga ana tjetër, pra nuk është përblyte qytetari. Ky veprim demokratik shumë i mbarë nuk u përkthy nga mungesa e një konsensusi, mundu me thonë lirisht, ndoshta ai gati krejt spektrit politik, ku shihet që partia e parë, e cila doli në këto zgjedhje vetëvendosja, pra nuk arriti me marrë shumicën e ulseve, që me kriju mazhorancën dhe me vazhdu me krijimin e institucioneve. Edhe këtë tradit na nuk i kemi pas, domethënë gjithmonë në vend, përfshi edhe herën e fundit ku vetëvendosja si parti e parë ka pas mundësinë me kriju mazhorancën. Në vitet e tjera, po flasim pas pavarësisë, krejt subjektet politike e kanë gjetë një mundësi të parë për me pas bashkëqeverisje. Pra me gjithë thyrjet edhe ato diskursin që ka rrjedhur gjatë fushatës që kemi vijat kuqen ndaj këtij ose atij subjekti në momentin kur kanë përfunduar zgjedhjet, lidershipi i kaluar ka bota. Të gjendet një zgjidhje. Ose pse këtë herë nuk ka ndodhur. Nuk po arrit. Janë disa elemente që unë personalisht i mendoj, për shembull se për herë të parë vetëvendosjes i bën që ta ketë nevojën e votave të tjera nga subjekte të tjera të cilat nuk ka qenë me ta aleat. Pra në kuptimin që herën e parë ku doli me shumicë parlamentare, partnerët e vet i ka pas brenda, ndërsa tani me partnerët e vet brenda nuk i mjaftojnë ato vota, pra nuk i ki 61 vota. Gjatë rrugës kanë rrjedhur edhe minus 2 vota, që ne i dim 2 deputet që së paku për momentin nuk kanë shfaq një gatishmëri që t'jem pjesë e mazhorancës. Edhe unë konsideroj që kjo ka qenë ndoshta edhe një problematike mungesës së këtij komunikimi me subjektet të cilat e ka pas narrativën shumë të ndryshme, ose spaku ka qenë një luftë e madhe politike deri në këtë moment. Edhe duket që ndoshta kjo është një pengesë për ta. E dyta është edhe mungesa e gatishmërisë edhe subjekteve tjera që ti kalojnë inatet partijake, politike, edhe thjesht frikën militanteske se mos po penalizojmë nëse na bëhemi bashkë prap me rivalin politik, që ka të bëjmë me subjektet e mëdha politike që vinë pas vetëvendosjes, edhe sigurisht edhe pjesa jonë, pra nisma që prej fillimit, lideri ynë Zoti Limaj e shfaqi gatishmërinë me qenë pjesë e zgjidhjes së problemit, pra na nuk deshtum me qenë pjesë e problemit, po me qenë se jemi 3 deputet, kemi konsideruar se në çdo rrethon duhet ta ndihmojmë vendin që del nga ky ngërç politik, edhe ky vullnet ka qenë kogja i linçuar, pra para 3 muajve. Unë e them që dje në takimin pardje që pati kryeministrin detyrë me lider, unë e kom pa këtë hipokrizi, pra ata të cilët na kishin sulmuar neve sepse kemi shfaq gatishmëri me qenë pjesë e tryezës politike, na u pam që ata u përgjigjen, pra në atë tryezë e cila fatkeqësisht nuk prodhoi diçka ende. Të shpresojmë që ka qenë veç takimi i parë. Pra e mendoj këto dy anë, mungesa e vullnetit politik, mungesa e përvojës së bashkëpunimit, edhe deri në këtë moment, deri pardje mendoj që na kena pas mungesa edhe të komunikimit politik, pra të leadershipit.
u pa që filloj edhe për mua është një sinjal pozitiv, s'pak janë mbledhë në një tavolinë të shumë. Çka prodhon tutje? Thoni se më herët në situata të tilla partitë politike kanë ditur të gjejnë zgjidhje dhe të gjejnë në rrugën e bashkëpunimit, por këtë herë që është si përvojë e parë po themi për lëvizjen vetëvendosje, ai bie kjo që faji është tek lëvizja vetëvendosje që nuk po din ndoshta të them të menaxhoj këtë situatë dhe të gjejë një zgjidhje, një koalicion të mundshëm me partitë e tjera, apo faji është bashkë edhe me partitë opozitare që në një farë mënyre nuk duan bashkëpunim. Përgjithësisht unë mendoj që duhet më përshkallëzu, pra nuk jam për me i vendos faj se e fundit, fajin vetëm elektorati ka të drejtë njerëzit të cilët e kanë besuar atë koncept me quajt fajtor, kurse si ne të tjerë që një farë forme ende jemi partner, domethënë në këtë në një bashkëqeverisje, mirë po duket që përgjegjësia është e përshkallëzuar prej subjektit parë. Nëse ti nuk i ke votat, shkurt e shqip nëse nuk i ki 61 vota, duhesh me pas tash konsensus për me kriju shumicën. Pra, përgjithësin e mban i pari, sikur që e ka privilegjin. Pra, nëse ti thu që e kam të drejtën kushtetuese me propozu, nuk duhesh me harru që po ashtu e ki përgjithësi sepse je i pari. I ki 48 deputet. Kur ata hyjnë, pra mbushet salla. Domethënë, është shumë e ndryshme nga grupet e tjera që e tha edhe vetë kryeministin detyrë. Tash, në momentin kur ti ke nevojë, domethënë, nuk mundesh me vendos kushte ndaj partnerëve të cilët i ki të mundshëm. Duhet me pas konsensus për me kriju sa më shpejt sepse me të vërtetë ne jena në një situatë ndoshta edhe më të rëndë se sa që duket për publik. Pra ka shumë procese që jena të dëmtu si vend, që është fillimisht politike, që na jemi largu nga shumë agenda të rëndësishme evropiane, nga shumë tryeza, ne kemi probleme shumë të madhe ekonomik, kemi rritje të çmimeve enorme në krejt sferat, edhe mungesa e rritjes së pagave në qatë drejtim i cili kish balancu shtrejtimin e produkteve dhe të jetës përgjithësi shërbimeve, me jetën pra gjitha këto janë çështje të cilat ish dash më marrë kuvend. Zonja Izmaku, duke marrë parasysh gjitha këto të cilat i listuat dhe po besoj që ndonë se nuk jemi këtu për të konstatuar, po jemi të njëjtit mendim se po hum shumë Kosova në mos konstituimin e kuvendit e si rrjedhoi në formimin e një qeverie më pas cilat do kishte institucionet funksionale. Ju i listuat mjaft mirë gjërat të cilat i kemi mungu tash kur nuk kemi një kuvend funksional. A nuk konsideroni se do duhen ndoshta për 39 seanca që spaku dikush të lëshon të pej në mënyrë që vazhdojmë para edhe gjitha këto cilët i përmendin dhe të mos ishin më problem për cilin duhet shqetësohemi edhe më pas. Dikush, sigurisht, ju e kuptoni që politikat, partitë politike i vendosin pra në agendat veta me kryesit, me vendimare që e kanë brenda. Unë mundë me folë vetëm si pjesë e kryesisë në nismas, do më thamë me start. Zoti Lima, ju e dini që në deklaratën e bujshme që unë do t'ulim në tavolinë për interese nacionale, pra nga subjektet e tjera të cilat pardje ullën atë me njëherë në ftesën e kryeministrit, u pa si një lider i cili thjesht një farë forme nuk ka shku në vijen të cilën është proklamu, do më thonë gjatë fushatës zgjedhore. Mirë po, krejt harrojmë që fushatës zgjedhore është një periudhë krejt e ndryshme me pjesën e cila ndodh pas fushatës ku vendi ka nevoj me ndërpremo fushatën, sepse na nuk po garojnë ama, do më thonë gara ka përfundu. Tash ish dasht me qenë gara se kush është ai i cili kontribon mas shumëti për me nxjerrë vendin nga ngërçi politik. Në këtë drejtim, unë mundem me thonë lirisht pa modesti se Zoti Lima i ka te i kalu, këto i nate dhe i te i kaloj të gjitha kundërshtit që faktikisht kena mujtë edhe nami pas për elektoratit tonë. Do me thonë, janë te i kalu i natet për me bodi shka të mirë për vendin. Në momenti kur na e kemi ofru këta, do me thonë para publikut edhe sigurisht edhe para kryeministrit detyrë, si parti e parë, do me thonë i patëm këto linqime, ku sot nuk janë, mos ekzistojnë sepse sot gjithë janë tavolin, mirë po endë s'ka një kompromis. Zoti Limaj konsideroj që kishtë qenë figura që sjell unifikimin e nevojshëm për kryetar kuvendi. Pse? Duke qenë pjesë për mbi një dekadë e atij institucioni, unë e njoh shumë mirë se si funksionon një kuvend kur ka një personalitet udhëheqës që din me komuniku me krejt grupet politike. Pra, në momenti kur ti s'mundesh me komuniku me krejt grupet politike, nuk mundesh me qenë udhëheqës i atij institucioni. Mundesh me qenë një ministër i shkëlqyshëm, shumë i mirë, kudo në qeverisje ose një pozicion tjetër, por udhëheqës kuvendi ka të bëjë me figura të cilët përveç që duhet me pas një uri e një përvojë, një bagazh të lartë politik e patriotik, siç ne mendojmë që Zoti Lima i kishte përmbush këto, pra dhe duket që edhe thjesht nga deputetet e kuvendit që nuk i takojnë grupit ton politik, ajo mbështetje u pa, unë mendoj që këtu
kish mujt më bo një zgjedhje e mirë, sepse ka deputet që e kanë shfaqur vullnetin që të kenë vot për zotin Limaj. Por jo dhe për kandidatën që është aktuale. Me gjithë respektin, sepse subjekti ka të drejtë. Për që arsye për jo kandidatë? Po, une arsyet... U tha se nuk është mjaftueshëm unifikuese. Shqyqa... Jene të njëjtit mendim edhe ju? Une nuk kam nuk mundem me thonë vlerësime, nuk jam kësi vlerësime, sepse nuk e di nëse është unifikuese, ende nuk e kam po në atë pozit. Mirë po, na si deputet, do më thonë gjatë periudës kur veprojmë në brenda kuvendit, që unë e kom pas rasti me qenë pjesë pozitës si deputete, edhe opozitës, unë them që pak na duhet me fitu një kulturë parlamentare, jetës politike, me pas kujdes në fjalor, në etiketime personale që nuk na takojnë, sepse duhet me mendu që vjen një moment kur ti e ki nevojën e besimit, jo veç nga elektorati jëtë edhe nga deputet e partisë tone. Pra, pozicionet, kur mendojnë na pozicionet larta shtetërore, pra nevojitet me pas një konsenzus. Unë mendoj si të qendur i gjatë ndoshta në opozitë dhe fjalori ashtë përsum e ka bo që me kriju antagonizma shumë thella me grupe politike kandidati aktuale. Mirë po, unë personalisht nuk kam asnjë vlerësim negativ, do me thonë nuk kam po asnjë punë të keqe nga zonja Haxhiu. Mirë po, në rastin për pozicionin e kryetarit të kuvendit, unë mendoj që është një diferencë shumë e madhe në mes figurës së zotit Limaj, nëse e krahasoj me punën edhe përvojën që e ka pasur dhe ne i njohim si personalitete politike, e dim që disa figura janë që e kanë një konsensus më të madh dhe popullor, edhe që krijojnë momentume të cilat janë shumë të favorshme për shtetin në këtë moment. Pra, kena kriza natyrës ekonomike, politike, unë mundem me thonë edhe morale, sepse ju e dini shumë mirë si gazetar, na jena në një proces si shtet, ku i kemi liderët tonë të vlerës më të lartë të lirisë, që është vlerat e ushtrisë shqiptare të Kosovës, i kemi figurat kryesore të shtapit përgjithshëm në Hagë, edhe ata kanë mbet pas zosh dhe të norë që i mbron. Do më thonë, na nuk kena një zonë institucional, që i kishë mbrojt interesat në periudhën më të vështirë ku ata gjinde tash ka fundi i gjykimit. Edhe kjo është shumë e dhemshme. Na ishtë dashme i pas tash disa komisione që i kishin mbikëqyrë këtë proces. Realisht na s'kena njëherë as konstituim, e lemo që s'kena heq komisione funksionale. Pra edhe kjo ishtë dashme shqetësu shumicën e parlamentare edhe sigurisht shumicën e deputetëve, që fatkeqësisht, do më thonë, kam betë shumë në periferi, na e diskutojna shoqëri civile, diskutojna në media, ju na jepni shumë mundësin mirë, por tjetër është diskutimi, tjetër është veprimi dhe vendimarrja politike. Është edhe një urgjencë, ka të bëj edhe me çështjen që ne kemi hyrë në një pjesë të, do më thonë, të zhgënjimit si shtet, ku nuk jena as antar, as vëzhgues, as nuk mundemi me apliku në për organizata, sepse neve nuk na konsiderojnë si një shtet i cili ka në funksion organet e veta. Pra jena krejt me ushtrues detyre, nuk ki funksionalitet të shtetit kur institucionet i ki në detyrë. S'ki kuvend fare të konstituum, edhe ki një qeverisje e cila për vendin mundet më duk që ki një qeveri. Por, ta kemi qarë, do më thonë, shtetet e tjera, komplet, komunitetin ndërkombëtar nuk e konsideron qeveri që ka mandat. Edhe nuk e merr seriozisht, nuk e fton as në konferenca, as takime, as ki mundësi me adresu as një problem. Nuk një qeveri me mandat. Por, në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje thotë se janë të hapur për bashkëpunim në ekzekutiv me juve. Mirë po, pse, cila ka qenë arsyeja që ju është dhënë juve sinismë, pse nuk e dojnë Limajnë si krye parlamentar? Do më thëmë, pse po insistojnë në Albulena Haxhiun dhe jo të pranojnë Limajnë, me qenë se nisma është e pranueshme për ekzekutiv për ta? Ata e kanë të drejtin e plot, është subjekti i parë politik, janë 48 deputet, dhe më thonë, na e respektojna komplet vullnetin e qytetarëve të cilët e kanë tregu me votë në këtë drejtim. Edhe kanë të drejtë mu pajtu edhe mos mu pajtu. Mirë po, realitetin nuk është që nuk e respektojnë. Duket edhe në kuvend se na kena komunikim edhe fizik çdo ditë, se cili deputet, unë e konsideroj shumë, do më thonë, me bindje plot e them që edhe nga zoti Kurti e kemi pa që është kë respekt, mirë po mendoj që është politike tyre, brenda, do më thonë, nuk e dim çfarë. Por pse na mendojmë? Ne mendojmë që zoti Limaj edhe ne si deputet, kishëm dhënë një kontribut të çmueshëm brenda kuvendit në qeveri, sepse ne jemi 3 deputet. Edhe përgjegjësitë të cilat i takojnë ekzekutivit, unë personalisht mendoj që i takojnë grupit më të madh politik. Pra, ka të bëjë me ekzekutivin, ndërsa me kuvendin, po them që zoti Limaj është njeriu i përshtatshëm. E ka treguar edhe në të kaluar. E dim edhe nga e kaluara më e largër që ka të bëjë me kontributin e tij për shtlirim të vendit.
që shokët e tij të cilët kanë qenë ndër vite, mbesin ata shokë edhe ata njerëz të cilët e vlerësojnë edhe e mendojnë që është një hyrdur që krijon kompromis. Por a ka gjasa, zonja Izmaku, që të lëshoni sinismë në këtë pikë, pra për kryeparlamentarin, që të votoni Albulena Agjiun dhe të shkoni bashkë pastaj në formim të qeverisë bashkë me vetëvendosjen? Sa është disponimi nismës për të lëshuar në këtë pikë kur po shohim që ata realisht nuk po e pranojnë limajin për kryeparlamentar? Ne do t'jemi, kemi qenë të parët, që jemi vendos edhe kemi shpreh publikisht një interes për me kontribu për largimin e ngërçit politik nga vendi, të parët që kemi kërku një tavolinë politike, edhe do t'jemi të fundit që kemi melëshu mundësin për me pas një bashkëbisedim edhe zgjidhje politike. Pra nisma ka me qenë e fundit që heq dorë nga mundësia për me kriju institucionet edhe me dalë vendi nga ngërçi. Këtu fare s'ka rëndësi, këtu pjesë tani ku do të qëndron. Do me thonë, kjo nuk ka të bëj vetëm me subjektin e parë politik, po ju e dini që edhe me ish subjektet opozitare, sepse tani s'kemi, ndërtu me as opozit, as pozit, po flasim ne kemi qenë të gatshëm pa as të një rol, pozicion me marë, përgjithësi me ndimu krijimin e institucioneve. Do me thonë, edhe pa pozita, vetëm me ndimu me mu largu vendin nga kjo ngërç politik që është të e shkatru edhe është të e minimizu rolin tonë edhe si shtet edhe brenda regionit. Pra nuk ka ndodhur asnjëherë mos me pas mundësi me kalu një prag për edhe me pas një ngërç për shkak një emri deri në këtë fazë. Faza tjetër, pastaj krijimi i qeverisë është diçka tjetër, por kuvendi është institucioni që i krijon funksionalitet komplet organizmi shtetëror, sepse prek në çdo sektor, edhe në institucione që janë të pavarura, sepse buxheti aty vendoset. Pra, na jena një situatë jo të mirë, edhe kjo duket edhe shtetat. Dhe besoni se kjo zgjidhje do të arrit bëhet brenda këtyre 30 ditëve, apo do të shohim edhe situata të ngjashme edhe për te afatit kohor cilë është dhënë? Nuk du me besu që ka me pas qash pa përgjithësi, prej leadershipit parë, do me thonë që është partia parë, une në parim jam optimiste edhe besoj që është një qëllim i mirë, po tjetër është që nuk është gjetë ende mekanizme ose që kjo marrëveshja nuk e ka gjetë momentumin, po une du me besu ende, po besoj që vetëvendosja ka me reflektu sepse e din që është partia e parë dhe përgjegjësinë e ka e para. Por, nga kjo nuk largohen as dy subjektet e mëdha, pra nuk mune me thonë që dy subjektet e mëdha të tjera që vinë, mas vetëvendosin nuk e kanë një pozicion i cili është dosh me pas një reagim ndoshta ma praktik, përveç me pas rroplima në tavolin që mu për veti personalisht kur s'm ka pëlqy mënyrat as m'ka pëlqy në të kalumen vetëvendosja me instrumente që i ka përdor për opozitarizëm edhe pse është demokratike, as nuk më pëlqen ai veprim se s'prodhon kur gjë. Pra unë po du ide praktike dhe na si deputet sigurisht që dojna sa ma parë me shti veten në funksion, me kry qindra punë të cilat na presin. Pra e krejt tani jemi edhe na aty. Jemi edhe na si 3 deputet që mundësia parë që t'na jipet me dhon këtë kontribut, na do t'jemi aty, edhe me vot, po them, edhe me vot në kuptimi që nuk kena me kalkulu na heq partijakisht, sepse këtë ngarkesë e kemi kalu në momenti që kena thonë, na ulimi një tavolin edhe me Zotin Kurti, duke e di që kena pas një fushat kogja intenzive kundër qeverisës në të kaluarën, do më thonë që e kishte vetëvendosja. Edhe neve s'na ka pengu ky fakt, e kena bu një ndarje të tillë, sepse fushata zgjedhore është fushat zgjedhore. Tash ira të mendu për shtetin. Këto nuk e kemi pas let për elektorati, sepse edhe na e kena pas kundërshti, por e kena mendu shumë mirë, e kena justifiku, kemi bisedu me njerëzit tonë, me votues të nismës, a doni me pa vendin kriz, a doni edhe na, sikur të tjerë, po thojmë, po ndalime, për 3 vota tona, mos ketë institucioni shteti, jo. Këto s'kena me bo, nuk kena me qitë kushte funksionalizimit të institucioneve, kena pas momente dhe ma të rënda që Zoti Limaj me miqtë e tij, me mbështetësit e tij, i ka ofruar vendit, pra edhe jetën. Tash kur vjen pyetje te këto 3 vota nuk e diskutojna. Domethënë, kjo është mendimi jonë. Izmaku, kur thoni se do të jeni të fundit që largoni nga një tavolinë ku kërkohet një zgjidhje për dalje nga gërçi politik, ai bie kjo që në këto seancat në vazhdim që po vijnë, me tashmë edhe kemi një afat 30 ditori i cili vetë se ka filluar të rrjedh, ai bie kjo që 3 votat e nismës tashmë mund edhe të jenë pro Haxhiut? Na po presim që me hi votimi me qeni rregullt. Na jena nuk kemi proces votimit, së disa e keni përcjellë, do më thonë, po votohet për ka komisionin. me 3-4 javë që na jena të votu për një komision, i cili në këtë fazë... Pak ju nuk keni të votu? Jo, na nuk kemi të votu sepse nuk është kushtetuse po votohet për komision? Jo, nuk është kushtetuse sepse ky rend i ditës që propozohet më ndryshu,
është dash sipas rregullave, praktikave që rrjedh nga krijimi i institucioneve dash në prill. Kur është mbajtur mbledhja e kryesisë me ish kryetarin Glauk Konjufsa, u dash më propozu rendi ditës. Ky rendi ditës nuk është hiq ky komision, edhe kryesuesi i kuvendit është vetëm një deputet. Nuk mundet me bo një propozim, domethënë propozimi u dash me ndodh kur ka qenë mbledhja. Edhe tash është antiligjore që ka ndryshuar procesi kur na kena hyrë votim. Në momentin kur seanca vendos me shumicë, domethënë, mundet më ndryshu kjo, por ju nga kryesuesi. Pra jena në një situatë shumë vështirë, se nuk i çka voton. Por nëse dilet nga kjo, ose nëse kthehemi në votimin që kishim më herët, pra votim të hapur, Nisma e voton Haxhiun apo jo? Unë s'po hy të emnat, por Nisma ka me reflektu edhe nuk mbetet vendi pa institucione në mungesë të 3 votave në asnjë në rrethon të Nismës, mirë po duhet me hy në proces të rregullt votimi. Nuk jena tash në këtë fazë. Domethënë po presim sipas udhëzimeve që vijnë nga jo urdhrave, pra udhëzimet nga gjykata kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese nuk është parti politike dhe kurse se nuk t'jap një orientim politik, ajo nuk vjen atu me thonë bëni ju 2 grupe politike, mi po në bazë të rregullave të komplet edhe praktikave që kemi pas sipas gjykatës kushtetuese, edhe kushtetutës tonë edhe ligjeve, të ka dhënë një orientim. Na e kemi një afat kohor. Të ka lënë që ky afat kohor, që unë du me besu që kurse se s'ka menaxhet pa institucione, atëherë nëse nuk ndodh kjo, është instrumenti i fundit që e konsideroj edhe si deputete, edhe ne si Nisma që duhet me vepru presidentja e vendit, edhe atëherë vina në një situatë këtë tjetër. Domethënë është që do të kërkon një zgjidhje dhe do të ka me sjell një epilog. A guxojnë deputetët të kalojnë këtë afat? Për shkak se do i bete të ishte shkelje kushtetuese nga deputetët. Unë besoj që nuk duhet na me të kalu këto, por na duhet me shfrytzu në maksimum, por kësaj zgjidhje duhet me pri subjekti i parë politik. Unë du me besu që fakti që ka ndryshu mendësinë e komunikimit edhe ftesa që është bo, sepse në të kaluarën edhe kjo ka mungu, edhe vullneti që e kanë tregu subjekti politike me qenë krejt një tavolin, me kalu 3 orë bashk, unë mendoj që takimi i 2 po i 3 në atë format ka me artë një rezultat. Pra po thoni që prisni që Kurti sërish t'i ftoj të gjitha partitë në takim? Po, unë e pres, edhe pres që ka me pas reflektim, sepse unë e shoh çdo ditë edhe te deputetëve të vendosjes që ka shqetësim. Nuk është që ndihet një deputet komod në këtë drejtim, domethënë nuk është që asnjëri njihemi krenar, sepse jashtë kena komunikim përfshi edhe me familjet tona, domethënë nuk është në rregull kur ti shkon edhe qëndron 10 minuta në seancë, kur na kena qindra punë të pakryme, edhe kur shteti me të vërtetë rrezikon funksionalitetin e vet, pra në shumë drejtime. Po, ju e përmendet kushtetuesen më herët. Mendoni se ishte mjaftueshëm i qartë vendimi i cili u dha nga gjykata kushtetuese për të kaluar më pas ngërçën, apo po ka hapësirë për tu interpretuar në mënyra ndryshme nga secila parti? Hapësira gjithmonë qëndron, domethënë na e dim te kur ka një subjekt juridik, gjithmonë interpretues e bojnë të ndryshme. Unë sot edhe ndëgjova për shembull edhe naivitet për një ish zyrtarit lartë që ka qenë, po duhet me hymë në personalitet, në persona me diskutu, mirë po ka qenë mjaft e qartë. Nuk kom prit si deputete asgjë më shumë. Unë nuk kom prit më çu gjykata kushtetuese edhe me thonë ti subjekt politik bënu me këto. Domethënë është një veprim që nuk ish dashur prit askush, pra instrumentin e tamam e shpjegon mënyrën se çka është e drejtë, çka është ligjore, çka është kushtetuese. E ka ofruar një zgjidhje me thonë. Po, por megjithatë nuk u dha përgjigje mbi pyetjen që AK-ja kishte parashtruar nëse duhet të kalohet në votim të fshehtë pas votimit të hapur që u nis. Saktësisht e interpreton ja lën të lirë pozicionit të deputetit, sepse është kategori kushtetuese, ty t'i jap të drejtën me vepru, pra seanca e vendos ato dhe unë për vetë e kam shumë qartë. Domethënë nëse ka të drejtën ligjore me vepru një person si një deputet, atëherë seancë si bie që me vendos, sepse është shumica. Pra mundet me propozu dikush diçka, po e keqja është ju e keni pa që na në këtë moment që shemi, nëse kemi të drejtën asaj debateve politike, sepse që kjo pa kuptimsi publike i sqaru brenda në debate. Por realisht nuk lejo debat publik për mirë, po dhe pafamësisht nuk mund të shkohet kështu nëse u lihet në dorën e deputetëve dhe i kemi pa 39 seanca, apo shkojmë drejt 40-s, ku nuk ka pas reflektim, ndonë se secila parti ka kërkuar nga njëra tjetra që të bëhet reflektim, ne kemi pa reprizat në secilën seancë. Subjekti politike hyn në garë politike me një ofensë zgjedhore, edhe hyn në sistemën e Republikës, shtetit të Republikës së Kosovës, pra edhe na shumë mirë e dina se cilin nga ne ato nuk u përjashtu prej një
për një ndjenje të keqe në momenti kur e shet që ti e deputeta dhe je i pafuqishëm. Pra duhet më ullë me mendu se cili se qysh e kemi kriju këtë qytet. Sa viktima, sa herojni kemi, sa dëshmorë, sa familje të cilat sot e vujnë mungesën e njerëzve të vetë tafërm. Se çfarë probleme sociale kena, ekonomike, se ku qëndrojna. Pra nëse i mendojnë aktorin, besoj që as 30 ditë që nuk duhet me na prit. Na duhet mbrana 5 ore me përfundu krijimin e institucioneve, pra konstituimin e kuvendit, organeve të kuvendit edhe qeverisë. Vetëm duhet pak ma shumë vullnet, ma shumë motiv me të kalu pak inatin personal, edhe të liderëve, leadershipit të partive të mëdha, edhe të frikës së tyre nga votues të tyre që mundën më penalizu. Unë nuk e besoj sot një qytetari i Kosovës, në një rrethon normali, me një mendësi normale, që kish me gjyku një lider të vetin, ose një deputet të vetin, pse po vepron, sepse po duke që janë të shqetësuar komplet qytetarë, që ka pëndohë me neve. Andaj unë e shqit frikë kurse kisha pas, as nuk e kam këtë frikë. Në momenti kur kam u kriju një mazhorancë, do më thonë, kemi me votu me shumë dëshirë, do më thonë, e kisha ngrit dorën me pa institucionet e vendit. Por, vullneti duhet me rjedh nga i pari. Edhe njerë po them, nuk mundet me ikë përgjithësisë partia e parë. Partia e parë, vetëvendosja duhet me pas ajo që lëshon rrugë e para. Në kërkesat të cilat ja adresojnë komplet grupet politike, edhe pastaj, nëse nuk reflektojnë grupet politike, atër duke që ka probleme edhe të na. Por ju duhet me pritë partë. E keni një mundësi, është mundësi e artu në besoj, mi a ofru kuvendit një personalitet udhëheqës si që është Zoti Limaj, që njihet për një person edhe për një lider i cili e ka një unitet ma të theksum në populatë. Pra më besoj që e kishë ba një punë jashtëzakonshme të mirë, dhe besoj që me njëherë i zgjedh kjo. Pra nëse del në propozim Zoti Limaj i merë votat. Edhe na kena konsumimin e kuvendit. Përgjithësim pastaj, të krijimi i qeverisë, unë e ka thonë edhe po e ripërsëris, nëse nuk votohet qeveria, Zoti Limaj nuk ishtë qëndru në pozitin e kryetarit kuvendit. Ja kishtë dorëzu mandatin 48 deputetëve të cilët e kanë shumicën, sepse që kjo është vullneti qytetarëve të Kosovës, edhe na pëlqej, edhe s'na pëlqej. Pra, s'ka të bëj këto, mos Zoti Limaj e kishtë boni veprim. Jo, donë me shërby institucionit ma të rëndësishëm në vend, sepse e konsiderojmë që e bën në mënyrë ma të mirë të mundshme, edhe komunikime që e kaj me krejt grupet politike, unë besoj që kishëm te i kalu shumë probleme brenda kuvend. Pastaj qeveria është diçka tjetër, po them edhe njëherë, nëse nuk kishë ndohë me pas shumicën në qeverisje, Zoti Limaj nuk e ma në pozitën peng të 48 deputetëve. Pra, që janë me shumicë, po flasin pa grupin minoritar. Që kjo është, mendoj që ideja e parë që ishtë dalë vendin nga ngërçi politik, është me propozu Zotin Limaj edhe me marë votat të cilat janë të premtuara nga deputetët të tjerë, e dyta është votimi i qeverisë. Edhe njerë po them, nëse nuk ishë ndodhë kjo, do më thonë, nuk ishë kriju qeveria, atëherë Zoti Limaj e kishë këty mandatin të i parit, do më thonë, të deputetët të cilët e kanë shumicën. Edhe kishëm dalë nga ngërçi politik, por, nuk du me paragjyku, shiqoni, në një moment, një parti politike e merë një vendim. Nëse ndryshojnë brenda rrethonat, brenda qasaj partije politike, dhe ka një disponim tjetër, ndryshojnë vendimarja të deputet, atëre diskutuot edhe për forma tjera, por që ato diskutime do të me dalë në tavolin. Edhe ne jemi për më ullë me bisedu. Unë e thamë edhe njerë, nisma është me bisedu çdo formë, veç me dalë nga ngërçi politik. Nisma është e para që ka kërku këto, nisma do tjetë subjekti fundi që ka mu largu pi tavoline për me zgjidh problemin e ngërçi politik. Por a jeni edhe pro zgjedhjeve si zgjidhje që është propozu shumë herë nga deputetët? është propozu, po në qëtë moment asë nuk është e mundër, mirë po nëse kanë mështerë këtë mundësit, edhe nuk mundet vendi me pas institucione, normalisht që nisma ka me qenë edhe për, sepse ne duhet me pas institucione në një formë apo në një formë tjetër. E në këtë moment nuk ka mundësi. Por, anë tjetër nëse e mendojmë, nëse ka me pas zgjedhje, do më thonë të e kini thjesht ja e kundërshton vetë me një proces demokratik që ka qenë shumë i pastër. Çka prodhon tjetër një situatë, ose kush pritet me pas një mendim ndryshe për këtë leadership? A jena na qaj mentalitet vendit i cili e ndryshon formen e besimit në një periudhë 6 mujore, pra kanë më ndryshu 2-3 deputet, mundu me thonë shumë pak deputet, por prap jena të njëjtën situatë. Une nuk e besoj spaku, nga përvoja jam bi 2 dekada, kur se besoj që ma një subjekt politik në Kosovë ka me pas mundësin me kriju vetë qeverisje. Sepse ka vedisim të populatës. Nuk ta lejon ty plebishitin ma. Do më thonë,
është të tregu me votë që ju duhet me bashkëpunu me kriju qeverin, shiqoni edhe vendet tjera evropiane, nuk për e thamë në si shë tha kryeministri që a ka dikon që është partia ma e madhe, mirë po në çdo vend, kur Gjermania e bani koalicion me çfarë kundërshtime ka pas koncepteve politike, koalicionin vrana 2 jave, ku jema na s'kena qaq ndasi në koncepte si të majtë si të djathë. Na kena ma shumë do problemet kompleksit, do më thonë. I kena të kompleksit se çka flet elektorati. Po, këto e besoj. Me që se dhe jemi drejt fundit të bisede zonja Izmaku, a prisni që Kurtit juftoj në takim vetëm juve si NIS, pa pranin edhe të partive të tjera? Po na vetëm ju e dini që kena pas dhe na jena në një proces të pashkputun, do më thonë, është një proces që nuk ka marrë fond. Na kemi pas disa takime radhazi, si NISMA, lideri ynë, do më thonë, me kryeministrin detyrë, edhe me figura tjera të rëndësishme, si që është zoti Konjufsa, edhe ka kalu në një atmosferë shumë të mirë. Po, unë jam optimiste që na mundemi me pas edhe një takim, do më thonë që kishme përfundu me një rezultat pozitiv, edhe uroj që kjo me ndosa ma shpejt, por edhe në të kundërtën... Një rezultat pozitiv ku ata do të pranonin Limaj si krye parlamentar? Apo si po e mendoj? Unë këto e mendoj, do më thonë këto e mendoj që zgjidha ma e shpejt edhe ma e mirë për vendin. Po them jo për zotin Limaj, sepse Zoti Limaj nuk e bën ma të fuqishëm, as nuk i arrit emni ma shumë kjo pozitë. Do me thonë, nuk është që e vunë, askush nga ne që të ketë këni pozitë si kryetar këvendi. Na e dim kush ishte Fatmir Limaj, kush është komandant Qeliku, në qëfar pozita, qëfar vendimari ka sill vendi, qëfar projekte të mëdha gjigante janë bënë Kosovë kura ishte ministër. Po, nuk është që mirë, po, unë mendoj që po, e pres një vendim të tillë, edhe një tavolin të tillë politike ku përfundon gjithçka. Edhe të kundërtën, nëse nuk është hiç NISMA, le të jetë një subjekt tjetër politik, sinqerisht edhe seriozisht, do më thonë NISMA komi ofru votat e veta pa kur farë pozicioni, vetëm me kriju shumicën edhe me isë për para. Pra, që ta japim kështu një përfundim të gjitha asaj që folëm, në rast se dalim nga kjo votimi komisionit, shkojmë në votim për kryetar parlamenti, do t'jenë votat e NISMAs? Ne vendimet të cilat nuk mundem, do më thonë, janë hipotetike, nuk mundem me thonë tash me folin në namën e kryesis NISMAs këto, por në parim NISMA e ka tregu, do më thonë, vullnetin e vetë politik me nxjerr vendin nga kriza. Kemi fillu me kërkesën për tavolin, për komunikim politik dhe tavolin, edhe po ashtu na jemi aty, do të qëndrojmë aty. Të fundit jemi që do të largohemi nga kjo. Zonja Izmaku, të falenderoj shumë që ishe sot në studion e Mesditës. Faleminderit shumë edhe një herë, ishte kënaqësi. Do të kemi tani një shkëputje fare të vogël për të kaluar pastaj